Feja islame ka ndaluar të shkosh tek falltorët, tek astrologu, apo tek çdo lloj personi që pretendon dijen e fshehtë. Nëse njeriu shkon tek një fallxhor dhe e pyet për diçka, pa i besuar gjërave që thot ai, nuk i pranohet namazi për 40 ditë. E nëse u beson gjërave që thon fallxhorët, u beson rrëfimeve të fallxhorëve, atëherë ai del nga feja islame, Zoti na ruaj, bën kufër të madh. Ndonjëherë fallxhori mund thotë diçka që del ashtu siç ka thënë. Si është e mundur? Gjindet zën pozicione mbi rret nën qiellin e dynjas dhe përpiqen të dëgjojnë vjedhurazi lajmet që me lajket i përcjellin njëri tjetrit. Nëse gjindi arrin të dëgjojë një fjalë, ja hedh gjindit që është poshti. Edhe ky ja hedh tjetrit e kështu me radhë derisa ta hedh në veshin e fallxhorit ose të magjistarit. Fallxhori ose magjistari i shton 100 gënjeshtra e pastaj njerëzit thonë, a nuk tha filan ditë kështu dhe ashtu dhe doli ashtu siç tha? I besojmë pra për shkak të asaj fjale që është dëgjuar nga qielli. Pejgamberi alayhis salatu wassalam, sikur se transmeton Aisha radhiyallahu anha, një herë është pyetur për fallxhorët dhe ka thënë lejsu bishej. Tha fallxhorët nuk janë gjë. S'janë gjë. Ato që thon ata janë gënjeshtra, janë të pavërteta. Than o i dërguar i Zotit, innahum la yaqulun al-kalimata fayakunu haqqan. Than o i dërguar i Zotit, por ndonjëherë magjistari ose fallxhori thot diçka, për shembull thotë që ka ndodhur kjo gjë, edhe ndodh ashtu siç ka thënë fallxhori. Si ndodh kjo punë? Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha tilka al-kalimatu min al-haqqi yastariquha al-jinniyu fayaqurruha fi udhuni al-kahin fayakhlituna ma'aha 100 kidhbatin. Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha kjo është një fjalë e vërtetë, të cilën gjindi ka dëgjuar vjedhurazi prej me lajkeve. E pastaj e ka hedh në veshin e fallxhorit, fallxhori i shton edhe 100 gënjeshtra, edhe njerëzit i besojnë për shkak të asaj fjale që është dëgjuar nga qielli. Sipas një varianti tjetër të këtij hadithi, të cilin e shënon Buhariu në Sahihun e tij, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: "Idha innal malaikata tadhkuru al-amra qudiya bihi fawqa al-anan, yani as-sahab, fayastami'uhu mustariqu as-sam'i, fayulqihi ila al-kahin aw as-sahir, fayaziduna 'alayha 100 kadhba." Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam. Thot gjindet qëndrojnë tek rret edhe dëgjojnë vjedhurazi lajmet që me lajket i përcjellin njëri tjetrit. E nëse dëgjojnë diçka, ja hedhin fallxhorit, fallxhori shton edhe 100 gënjeshtra të tjera, dhe njerëzit i besojnë për shkak të asaj që është dëgjuar nga qielli. Kemi dhe hadithin e Abi Hurajrës radhiyallahu an, i cili thot se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: "Idha qadha Allahu al-amra fi as-sama'i darabat al-mala'ikatu bi ajnihatiha khud'anan li qawlihi." Nëse Allahu i lartësuar vendos për diçka dhe e komunikon atë, e shpreh atë, me lajket bien me fletët e tyre të nënshtruar ndaj Zotit. Ata dëgjojnë një zë si zinxhiri që tërhiqet në rrasën e lëmuar. Kështu është, ose të limuar. Kështu është zëri që dëgjojnë me lajket. Ky zë depërton deri në zemrat e tyre dhe humbin ndjenjat. Kur u ikën frika, hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyu al-kabir. Kur u ikën frika thonë, çfarë ka thënë Zoti juaj? Thonë, ai ka thënë të vërtetën, dhe ai është i lartësuar i madhërueshmi. Gjindët që janë ulur nën qiellin e dynjas për dëgjuar fshehurazi, vjedhurazi, lajmet që me lajket i përcjellin njëri tjetrit, dëgjojnë një fjalë. Mund dëgjojnë ndonjë fjalë. Gjindët thot transmetuesi rrin njërin mbi tjetrin, edhe ka bërë shenjë me pllambën e dorës, njërin mbi tjetrin, ja kështu.
ka shumë gjin, ka shumë shejtan. Dhe ata rrin njëri mbi tjetrin. Edhe përpiqen që të gjejnë diçka nga melajket. Thot nëse dëgjon një fjalë, ja hedh xhindit që është nën të. E nëse ky tjetër dëgjon diçka, ja hedh atij tjetrit, derisa ai fundit ta hedh në veshin e fallxhorit apo magjistarit. Por shejtanët që përpiqen të dëgjojnë vjedhurazi lajmet e qiellit, gjuhen me meteor, shigjeta zjarri. Janë pjesët e yjeve, të cilat shkëputen gjatë natës, nëse i keni vënë re, me këto gjuhen shejtanët. Nëse meteori e godit shejtanin para se të hedh fjalën në veshin e magjistarit apo fallxhorit, pra nëse meteori e godit nuk arrin që ta hedh fjalën, po ndodh që xhindi të hedh fjalën në veshin e falltorit ose të magjistarit para se të goditet nga meteori. Edhe kështu kjo fjalë shpëton me fjalë. Edhe kjo është ajo fjala që fallxhori u thot njerëzve. Thot për shembull ka ndodhur kështu. Edhe ndodh ashtu siç ka thënë ai. Po njerë ndodh kjo. I shton dhe 100 gënjeshtra të tjera, thot pejgamberi alayhi salam, dhe njerëzit thonë, a nuk tha filan ditë kështu dhe ashtu dhe ndodhi ashtu siç tha ai? I besojnë për shkak të asaj fjale që është dëgjuar nga qielli. Pra njerëzit nuk zon men nga 100 gënjeshtra që bën magjistari ose fallxhori dhe marrin si pretekst një gjë që i ka dalë e vërtet fallxhorit. Nuk mjaftojnë 10 raste kur ka gënjur për të mos ju afruar, për të mos e dëgjuar, dhe u mjafton një rast për të thënë se ai është tamam, ai di. Sepse ai zburon të fshehtën, ka thënë filan ditë kështu dhe doli siç tha ai. Po gënjeshtat ku shkuan? Ditën atë gënjen, vetëm një herë domethënë ka qelluar që ka thënë diçka që ka dalë siç ka thënë ai dhe prap njerëzit i besojnë. Kjo është puna e fatrrëfyesve, fallxhorëve, magjistarëve, janë të dobët, ata nuk e dinë të fshehtën, as xhindët e dinë të fshehtën. Xhindët përpiqen të dëgjojnë vjedhurazi. Por duhet kemi parasysh që xhindët gjuhen me meteor siç e përmenda pak më parë. Në fakt edhe para dërgimit të pejgamberit alayhi salam, xhindët që përpiqen të dëgjonin vjedhurazi, lajmet e qiellit gjuheshin. Por pas dërgimit të pejgamberit alayhi salam u forcuar ruajtja e qiellit. U shpeshtuan rojet me lajket në qiell dhe xhindët e kanë më të vështirë që dëgjojnë dhe gjuhen më shpesh me meteor, me shigjeta zjarri. Po gjithsesi mund shpëtojnë ndonjëherë. Mund të arrijë xhini që dëgjojnë diçka dhe ta hedh në veshin e fallxhorit. E kështu pastaj fallxhori shton 100 gënjeshtra të tjera. Kemi edhe një hadith tjetër, cilin e transmetojnë njëra nga gratë e pejgamberit alayhi salam, e cila thotë men ata kahinan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawma. Kush shkon tek një fallxhor dhe pyet për diçka, atij nuk do t'i pranohet namazi për 40 ditë. Nga ky hadith mësojmë se nëse njeriu shkon dhe pyet fallxhorin për diçka, nuk i pranohet namazi për 40 ditë. E nëse shkon tek fallxhori dhe i beson asaj që thot fallxhori, atëherë namazi i tij jo vetëm që është i pavlefshëm, por ai është kafir. Se ka dalë nga feja islame, ka bërë kufër. Nëse njeriu shkon dhe i beson fallxhorit, i beson fatrrëfyesit, ka bërë kufër të madh që e nxjerr nga feja islame, Zoti na ruaj. Prandaj pejgamberi alayhi salam thot në hadithin tjetër, në hadithin e Abi Hurajrës radhiyallahu an, men ata urrafan aw kahinan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun fasalahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kush shkon tek një fallxhor dhe i beson asaj që e thot ai ka mohuar, domethënë ka bërë kufër në atë që është shpallur Muhamedi alayhi salam. Bën kufër del nga feja. Zoti na ruaj. E njëjta gjë mund thuhet edhe për atë që ndjek horoskopin. Nëse njëri ndjek horoskopin pa i besuar asaj që thuhet për yjet, nuk i pranohet namazi për 40 ditë. E nëse i beson asaj që thuhet se, domethënë, filan yll parashikon këtë, parathot atë e kështu me radhë, ky njeri bën kufër që e nxjerr nga feja islame, Zoti na ruaj. Horoskopi është një mënyrë falli moderne.
e cila nuk ka as pak ndryshim nga mënyra e fallë që praktikonin astrologët në të kaluarën. Astrologjia është për shejtanit, është për magjisë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men iqtabasa shu'batan min ilmi an-nujum faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr zada ma zad." Kush mëson apo nis të mësoj një deg prej degëve të astrologjisë, ai ka nisur të mësoj një deg prej degëve të magjisë. Sa më shumë të shtoj për astrologjisë, aq më shumë ka shtuar prej magjisë. Nga ky hadith i saktë, kuptojmë se astrologjia është ndaluar. Ç'është astrologjia? Astrologjia është parashikimi i fatit apo i gjërave që do të ndodhin në tokë nëpërmjet yjeve, planeteve, lindjes, perëndimit të tyre, bashkimit ose ndarjes së tyre, nëpërmjet pozicioneve të tyre. Pra astrologët mendojnë se parashikojnë fatin e njerëzve apo gjërat që do të ndodhin në tokë përmes lëvizjes së yjeve, pozicioneve të tyre, qarkullimit të tyre, lindjes, perëndimit të tyre, bashkimit apo ndarjes së tyre e kështu me radhë. Por yjet nuk kanë kurrfarë lidhje me fatet e njerëzve, me gjërat që do të ndodhin në tokë, të mirat apo të këqijat që do të vinë njerëzve në tokë. Nuk kanë kurrfarë lidhje. Dhe nëse njeriu beson se yjet do nëpërmjet yjeve mund të mësosh të fshehtën, mund të njohësh se çfarë do të ndodhë të ardhmen, ai bën kufër, Zoti na ruaj. Astrologët, të cilët pretendojnë se dinë të fshehtën apo mund të parashikojnë të fshehtën, të ardhmen, fatin, gjërat që do të ndodhin në tokë, gjërat që do të ndodhin njerëzve përmes yjeve, bëjnë kufër. Dhe kush u beson atyre, ai bën kufër. Por ndryshe është kur njeriu studion astronomin. Studion rreth yjeve, përpiqet që të njohë yjet, vendodhjet e tyre, lindjet e perëndimit të tyre, me qëllim që të orientohet në hapësirë. Kjo nuk ka gjë. Pra tjetër është të studiosh yjet, të njohësh rreth yjeve, dhe tjetër është që të lidhësh fatet e njerëzve në tokë, ndodhitë e tokës me lëvizjet e yjeve. Nuk ka kurrfarë lidhje mes pozicioneve të yjeve, qarkullimit të tyre në hapësirë, lindjes dhe perëndimit të tyre dhe fateve apo të njerëzve apo ndodhive që të ndodhin në tokë. Nuk ka kurrfarë lidhje. Dhe kush pretendon se mund të njohë gjërat që do të ndodhin në tokë përmes yjeve, ai sikur se tham pak më parë, bën kufër. Po pse është quajtur kjo? Pse thuhet që është një deg prej degëve të magjisë, siç u përmend pak më parë? Shkaku është se magjia nga ana gjuhësore është diçka e fshehtë. Një veprim shkahtësie, një diçka magjepse. Dhe domthon diçka jo reale, diçka jo e vërtetë. Ndonë se ka lloje magjie të cilat janë të vërteta, kanë ndikim tek njeriu. Por ne flasim për kuptimin gjuhësor të magjisë. Dhe astrologjia e tillë është, nuk ka kurrfarë realiteti. Nuk është e vërtetë. Sepse astrologu pretendon diçka që nuk është e vërtetë faktikisht. Ai mendon që parashikon fatin e njeriut apo gjërat që do të ndodhin në tokë nga yjet. Po yjet nuk kanë kurrfarë lidhje me ato që do të ndodhin në tokë. Dhe nuk mund të parashikohen gjërat që do të ndodhin në tokë me lëvizjet, perëndimin, lindjen, bashkimin e yjeve. Kjo është e pamundur. Nuk ka kurrfarë lidhje me fjalë. Dhe për këtë shkak pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se kush nis të mësojë një deg për degëve të yjësisë, të astrologjisë, ai ka nisur të mësojë një deg për degëve të magjisë. Dhe sa më shumë të shtojë nga astrologjia, aq më shumë shton nga magjia. Astrologu, siç e thash pak më parë, pretendon të fshehtën, kështu që ai është qafir. Por duhet bëjmë ndryshimin ndërmjet astronomit dhe astrologut. Nëse njeriu studion yjet, jo duke pretenduar se mund të njohë të fshehtën duke studiuar yjet, po thjesht si një shkencë dhe për të orientuar me yjet në hapësirë, kjo nuk ka gjë të keqe. Zoti ka krijuar yjet për 3 qëllime.
e para si bukuri për qiellin e dynjas, se yjet janë nën qiellin e dynjas, e dyta për të orientuar me to në det, në tokë e kështu me radhë, dhe e treta për gjuajtjen e shejtanëve. Kush pretendon diçka tjetër përveç tyre që përmendëm ne, ai gënjen, ai mashtron. Dhe kjo është shumë e qartë. Autori ka përmendur një hadith tjetër ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë: Inna al-iyafata wat-tiyarata wat-tarqa min al-jibti. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Trembja e shpendëve, pesimizmi me shenjat me oguret e zinj, dhe vizat në tokë ose në rër janë prej magjisë. Çfarë është trembja e shpendëve? Arabët në kohën e xahiliyetit ose në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur kishin ndërmend të bënin një veprim ose të ndërmerrnin një udhëtim, trembnin një shpend. Dhe nëse shpendi flutronte djathtas, bëheshin optimist dhe vazhdonin punën. E në qoftë se shpendi do të shkonte majtas, bëheshin pesimist dhe e linin punën. Pra, përmes shpendit, ata ndjenin mbarsin ose tersin. Para ndjenin të mirën ose të keqen nga shpendi. Nëse shpendi që trembej do të shkonte majtas, para ndjenin të keqen, tersin. E nëse do të shkonte djathtas, para ndjenin mbarsin, suksesin. Ndërkohë që shpendi nuk ka lidhje me gjëra të tilla. Nuk është shkak shpendi për tersin dhe mbarsin. Se ka bërë Allahu lecuar shkak për diçka të tillë. Atyra është parandjenja e fatit apo të gjërave nga shenjat ogurzeza. Nëse njeriu bëhet pesimist nga një shenjë ogurzez dhe e lë veprimin që ka ndërmend të bëj, apo heq dorë nga diçka që ka pas ndërmend ta bënte, ky ka rënë në shirk, se ka besuar si shkak një gjë që nuk është shkak për ters, për fat keq. Për shembull, ka njerëz që bëhen pesimist në ditën e martë, dhe nuk bëjnë veprime ditën e martë, për shembull, ose ditën e mërkurë, ose në muajin shkurt, nuk martohen se thonë ndodh ters. Edhe shumë gjëra tjera domethënë që i thon zakonisht plakat, por ka edhe shumë njerëz që i besojnë. Këto janë besëdni. Janë besime të kota. Nëse njeriu beson se shenja ogurzez e sjell vetë të keqen dhe tersin, atëherë bën shirk të madh që e nxjerr nga feja islame. E nëse beson se shenja ogurzez është thjesht një shkak, por nuk e sjell vetë të keqen, e keqja ndodh me caktimin e Zotit subhanuhu teala, atëherë bën shirk të vogël. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith tjetër, at-tiyaratu shirkun. Ka thënë parandjenja e fatit me shenjat ogurzeza është shirk. Mund të jetë shirku madh ose shirku vogël, sikur se sqaruam pak më parë. Pastaj ka thënë dhe vizat në rër. Çfarë janë vizat në rër? Edhe sot në kohën tonë ka njerëz që bëjnë viza. Po në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thuhet për shembull se bënte njeriu 3 viza. Dhe hidhte diçka, hidhte një far elbi ose far grumri, apo një bërtham, apo një guralet se hidhte tek vija dhe pastaj parathonte të ardhmen. Do ndodh kështu, rrëfente të ardhmen. Pra këto janë muhabete fallxoresh. Thuhet gjithashtu se shkonte dikush tek fallxori dhe fallxori bante disa vija në rar. Bante vija pa llogari, me shpejtësi. Pastaj fillon të i prishte vijat 2 nga 2. Nëse në fund do të mbeste vetëm një vijë, i thoshte të interesuarit do jesh me fat keq. E nëse mbesin 2 vija, thoshte do jesh me fat të mirë. Ky është mashtrim, kjo është gënjeshtër. Sepse nuk mundet që të njihet fati i njeriu me vijat që bëhen në rar. Ky është thjesht një mashtrim, gënjeshtër. Një njeri që pretendon se mund të njohë fshehtën në këtë mënyrë, ai bën kufër, Zoti na ruaj. Siç e sqaruam edhe pak më parë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që këto 3 gjëra janë
prej magjisë. Po çdo thot këto 3 gjëra janë prej xhiptit. Ç'është xhipti? Xhipti është magjia. Si është e mundur që këto 3 gjëra të jenë prej magjisë? Kanë thënë dietarët, duke qenë se këto gjëra nuk janë reale, nuk kanë lidhje me realitetin dhe nuk kanë ndikim real, ato janë të ngjashme me magjin, ose mund të përfshihen tek magjia, sepse dhe magjia nga ana gjuhësore, në kuptimin e saj gjuhësor, flet për diçka që nuk ka realitet. Domethënë shënon veprime shkatësie të cilat nuk mundet që të përmbysin realitetet, të sjellin diçka, të kenë ndonjë ndikim. Po duhet të kemi parasysh që ka magji të cilat kanë ndikim, dhe këto ne kemi sqaruar. A nga ana gjuhësore, magjia domethënë është një veprim shkatësie, një veprim i imtësishëm, të cilin njeriu nuk e kap kollaj. Dhe po që nuk ka realitet, me fjalë, që nuk ka ndikim. Po kështu, shenjat o gurzeza nuk kanë ndikim, janë besytni. Vizat në rër nuk janë mënyrë për njohjen e të fshehtës, për njohjen e ghaibit. Dhe trembja e shpendëve nuk është mundësi, nuk është mënyrë për të njohur fatin e njeriut, mbarsinë dhe tersin, sepse nuk janë shkak për gjëra të tilla. Pra këto janë gjëra të pavërteta. Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu një herë shkon dhe falet tek xhamia e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Madje ka qenë në fillimet e islamit të tij. Hyn në xhami për të falur dhe gjatë namazit një person të shtiu. Muawiya i thotë yarhamukallah. Njerëzit i hodhën vështrimet dhe filluan të përplasnin shuplakat me kofshat e tyre, duke i dhënë të kuptonte se duhet të heshte. Por Muawiya u ndje keq. Nuk i dinte mirë rregullat e namazit dhe tha: "Wa thikla ummaya, ma lahum yanzuruna ilay." Tha: "Më qaft nëna, pse më shohin kështu?" U trem. Pasi përfundon namazi, pejgamberi alayhi salatu wasalam e thirrri dhe i thotë: "Namazi është për të bërë dhikr, për të lexuar Kur'an, për të përmendur Allahun, dhe nuk bën që njeriu të flasë gjatë namazit. Domethënë mësoj me të mirë, me të butë, me dashamirësi." Dhe i pëlqeu shumë mënyra se si e këshilloi pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe tha: "S'kam parë mësues më të mirë se ai. Nuk më foli ashpër." Dhe duke parë që pejgamberi alayhi salatu wasalam e priti aq mirë dhe i dha këshilla kaq të ëmbla, filloi ta pyeste pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe i tha: "O dërguari i Zotit, ne kemi qenë në xahiliet. Allahu e lartësuar na solli Islamin. Ka njerëz për nesh që shkojnë tek fallxhorët." Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: "Fallxhorët nuk janë gjë, prandaj mos shko tek fallxhorët." Tha: "O dërguari i Zotit, ka njerëz për nesh që bëhen pesimist me oguret, domethënë parandjejnë të keqen nga oguret e zinj, siç i quajnë njerëzit, domethënë se." Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: "Kjo është diçka që mund ta ndjejë njeriu në zemër, por nuk duhet ta pengojnë nga veprimi, nga ndërmarrja e veprimit. Dhalika shay'un yajiduhu ahadukum fala yasuddannahu." Për shembull, njeriu mund ngjojë një zë dhe mund të parandjejë, domethënë ters apo diçka të keqe, ose në një ditë, për shembull, mund të parandjejë diçka. Por Ramon, edhe nëse i lind një parandjeje të tillë, nuk duhet t'i mshojnë asaj. Nuk duhet t'i mshojë asaj. Të vazhdoj veprimin. Kështu ka porositur pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nëse njeriu i mshon parandjenjes së keqe dhe e lë veprimin për shkak të një oguri të zi, për shembull një zëri që ka dëgjuar, apo një kohë që mendon se kjo kohë është kohë tersi, apo diçka që ka shikuar, apo diçka që e di, nëse bëhet pesimist me gjëra të tilla, të cilat nuk janë shkak për tersin, bie në shirk. Nëse nuk bën veprimet me fjalë. E nëse i lind një parandije e tillë, por e lufton,
dhe nuk i mshon asaj, vazhdon veprimin normalisht. Ky njeri nuk ka rënë shirk. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kjo është diçka që mund ta ndjejë njeriu në zemër. Pra, njeriu mund t'i lindi në zemër para ndjenjave të këqija. Por nuk duhet të mshojë atyre. Duhet t'i luftoj ato dhe të vazhdoj veprimin se nuk i kanë lindur para ndjenjave të tilla. Pastaj tha, o i dërguar i Zotit, po Muavije, vazhdon të pyes pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ka njerëz për nesh që bëjnë viza në rër dhe nëpërmjet këtyre vizave parathon të ardhmen. Parashikojnë fatin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, një pejgamber bënte vizë në rër. Kush qëllon vizën që bën ai pejgamber, ajo po. Këtë hadith e shënon Muslimi në Sahihun e tij. Çfarë do thotë ky fragment i fundit? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pasur si qëllim se një pejgamber bënte vizë në rër dhe nëpërmjet vizës që bënte mësonte diçka nga shpallja që lidhej me të fshehtat që do të ndodhin në të ardhmen. Pra kjo ishte një mënyrë se si ati zbriste shpallja, mësonte diçka për shpalljes. Por a mundet që njeriu të qelloj vizën që bënte ai pejgamber? Është e pamundur. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka kushtëzuar mësimin apo njohjen e të fshehtës nëpërmjet kësaj mënyre, nëpërmjet bërjes së vizës në rër me diçka të pamundur. Që do të thotë se është ndaluar të bësh viza dhe të pretendosh se përmes tyre mundet që të njohësh të fshehtën. Pra një pejgamber vërtet e bonte atë vizën, por Zoti e kishte bërë si shenjë atë që përmes saj të mësonte diçka nga e fshehta, që ja zbulonte Zoti, që ja jepte Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa njerëzit e kanë të pamundur që të qellojnë vizën që ka pas bën ai pejgamber. Kështu që njerëzit kanë të pamundur të njohin të fshehtën përmes vizave. Ndaj, kush bën vizë dhe pretendon se me anë të vizave që bën rër mund të shikojë të ardhmen, ai bën kufër sepse pretendon të fshehtën dhe të fshehtën e di vetëm Allahu i lartësuar. Dhe kjo është e qartë. Pastaj Muavije i thot pejgamberit alayhi salatu wasallam, o i dërguar i Zotit, kam një skllave, ajo ruante baktitë e mia. Një ditë ujku kishte marrë një bakti dhe unë, si gjithë bijtë e Ademit, unë e vrikosa. Dhe i rash një shuplak. Tani dua ta liroj, sepse e dëmtova. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, sille këtu atë. Shkon dhe e bie tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot, Ejnë Allah, ku është Allahu? Sklavja tha, fis sama, tha Allahu është në lartësi, mbi qiell. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot, men ana, kush jam unë? Qalet anta Rasulullah, ti je i dërguar i Zotit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, a'tiqha fa innaha mu'mina. Tha, liroje sepse ajo është besimtare. Këtë hadith e shënon Muslimi në Sahihun e tij. Hadithin e fundit që do të përmendim është hadithi ibn Mas'ud al-Badrit radiyallahu an, se pejgamberi alayhi salatu wasalam قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka ndaluar vleftën e qenit, mehrin që jepet prostitutës dhe pagën që i jepet fallxhorit. Vlefta e qenit nuk lejohet shitet dhe blihet. Vlefta e qenit është haram. Prandaj nëse dikush ka marr vleftën e qenit, pare në këmbim shitjes qenit, këto pare do t'i jap sadaka apo t'i shpenzojnë në interesat e përgjithshme muslimanëve. Edhe prostituta që ka fituar, ka vënë para përmes shitjes së nderit të saj, ato pare që ka vënë, që ka fituar, duhet që të pastrohet për tyre. Të shpenzojnë në interesat e përgjithshme muslimanëve. Nuk lejohet që të jepet pagë fallxhorit. Dhe nëse dikush ka bë fall dhe është penduar, këtë pagë duhet që
ta shpenzojnë në interesat e përgjithshëm muslimanëve dhe të mos përfitojë për saj vetë sepse është fitim haram. Elusë Allahun lartësuar që t'i bëjë të dobishme këto që dëgjuam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu